Kryeministër, atëherë sot hapet tuneli i Murizit prej 3.8 kilometrash i gjatë, është plotësisht i përfunduar në gjithë komponentët e tij. Domethënë dhe ana ndërtimore dhe elektromekanike, gjithçka është funksionale, kemi bërë testet mbrëm deri natën vonë, nga ana tjetër edhe trupa e policisë rrugore e ka marrë tashmë detyrën për monitorimin. Gjithashtu këtu ndodhen të vendosura njësitë e zjarrfikseve dhe gjithçka është ashtu siç duhet. Në krahun tonë të djathtë kemi tunelin paralel që është tuneli i emergjencës. Sipas kodit rrugor, çdo tunel mbi 500 metra ka nevojë që të ketë tunel e emergjencës, ka 11 hyrje dhe dalje tuneli i emergjencës. Gjithçka është sipas parametrave. Në tunelin e emergjencës vazhdojmë me disa punime të fundit, por ndërkohë janë që të dy operacional. Nuk parashikohet që të ketë asnjë ndërprerje më të trafikut, duke qenë se siç jeni dhe ju ndjeni, e kemi mbajtur deri në detaj të fundit të mbyllur, sepse ky tunel ka pasur vështirësitë e tij, duke nisur nga gjeologjia dhe projektimi dhe gjithçka tjetër, por mund të themi që është një nga pjesët e krenarisë të infrastrukturës shqiptare padyshim. Është një vepër arti, duke qenë se tuneli është i gjithi i blinduar në hekur, për ndryshe nuk do të qëndronte. Pra ne në këto momente nuk po kalojmë në një tunel të gërmuar, siç është rasti i Llogaras, por po kalojmë në një tunel i cili është i blinduar i gjithi në hekur, si një unaz hekuri. Në ndërkohë, edhe pjesët e tjera të rrugës Arbrit janë të përfunduar, kryeministër. Gjatë rrugës që keni ardhur sot keni parë edhe pjesën e Skarpateve, të shkallës Tujanit, plotësisht të përfunduar. Ne i kemi shtuar një pjesë tjetër vitin e kaluar pikërisht rrugës Arbrit, duke i vendosur edhe një segment të ri që është segmenti nga Maqellara në Peshkopi. Unë e kam inspektuar dje, kështu që në muajin prill ne do kemi mundësi dhe që ta dorëzojmë. Absolutisht. Ajo pjesë duhet zgjidhur kryeministër, sepse tani kemi edhe mundësinë për ta lidhur në lotin e 5 të Unazës Madhe, pra tek rreth rrotullimi i Tufinës, kështu që ajo është një pjesë që duhet zgjidhur dhe mundet patjetër që ta planifikojmë si një vazhdim të rrugës Arbrit, pra hyrjen lindore të Tiranës. Po që duhet bërë edhe një plan për sa i përket pjesës pastaj tek shkolla e bashkuar, sepse dhe ajo mban një ngarkesë shumë të madhe aty, po që është pjesë e Bashkisë Tiranës, ajo duhet parë se si do bëjmë lëvizjen. Për sa i përket hyrjeve, ne po bëjmë një studim të ri, duke qenë se kemi krijuar Unazën e Madhe Tiranës tani, të gjitha hyrjet duhen riparë, edhe hyrja e Kamzës nuk plotson më kushtet për qenë hyrje e kryeqytetit, sepse lidhet në autostradën Tiranë-Durrës dhe nuk lidhet më në Unazë siç duhet lidhet. Kështu që jemi duke bërë projektin edhe nga Kamza, pra në hyrje Tiranës për dalë direkt në pjesën pas Shqiponjës, pra në lotin e parë që i quajmë ne të Unazës së re, të madhe. Kështu që mund shikojmë dhe dizenjojmë dhe pjesën e Tufinës për ta lidhur direkt në Unazë të madhe. Po, edhe dali ti shkon direkt te rreth rrotullimi dhe pastaj shkon vjen nga rruga e Arbrit, futesh në Unazë të madhe për të shpërndarë nëpër Tiranë apo për të vazhduar në autostradat e tjera, sepse mund vi nga rruga e Arbrit e duhet të ikin në Elbasan. Po këta i shkruajnë se pse lyn tunel me dorë. Si e duan? Po me çka ka lyn tunel? Si e duan? Si ata i thon pse është kurudha me kursi, po ku i kanë pa kurudh me 2 kursi? Ke pa një herë kurudh që ecin trena me 2 kursi? Pse bote kurudhë me 1 kursi? Nuk e di. Komente dhe smirë do ketë sa dush kryeministër, po është realizuar kanë 100 vjet që e presin këtë rrugë. Do të më thonë gjëra se 100 vjet ka këtu do të jetë. Havale. Plotësisht e vërtet. Në Tiranë jemi super të lumtur për realizimin e kësaj vepre. Dibra shpëtoi një herë mirë nga distanca dhe po hyn drejt rrugës zhvillimit. Dibra nuk shpëtoi, se Dibra këtu ishte, Dibra ne shpëtuam ne. Tani duhet bërë edhe Maqellar Peshkopia dhe nga Tirana ke shkallët, ke strita, ke legjendarja strita Demi. Maqellar Peshkopia. Maqellar Peshkopi mbaron në prill. Po do mbaroj në prill. Ja po deri atëherë se nuk besojnë ata, thonë jo po prit, se ta lejnë tash se e kanë për zgjedhje. Dhe ka dalë grupi Dibrës. Dhe i Bulqizës. Alma.
gjok ne dy këtë taksirat kemi. Rëndësi ka që me që do kthejmë në rrugë kombëtare rrugën e karvaneve, karvani teci përpara, pastaj qenë na rrojnë se na kujtojnë që jemi përpara.